Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi ndalimin e protestuesve një ditë më parë gjatë tubimit para parlamentit. Në një komunikim me gazetarët, Berisha akuzoi policinë se përdori dhunë ndaj protestuesve paqësor. E kam quajtur një egërsi shtazore. Unë kam pa Saudi emrat përveç Goxhajt që e ka shpall Edi Rama agent të këtij e atij me radhë, të cilët absolutisht nuk po kryenin asnjë akt dhune. Pas kthimit nga Vjena, ku mori pjesë në takimin e Partisë Popullore Evropiane, Berisha paraqiti para gazetarëve rezolutën e miratuar nga Asambleja Politike e PPE-s, ku mbështetet edhe protesta e qytetarëve. Berisha shfrytëzoi takimin në PPE për të akuzuar kryeministrin Edi Rama se po sulmon protestuesit. Dhe se ai merret në kundërshtim me çdo ligj, me të dhënat tyre personale, me të cilat kërkon të identifikoj një lëvizje qindra mijëra qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora kundër tij. Konstatova me kënaqësi një mbështetje të madhe për këtë lëvizje dhe kjo u sankcionua dhe në rezolutën që Asambleja Parlamentare e Partisë Popullore miratoi për Shqipërinë. Partia Popullore Evropiane në këtë rezolutë sugjeron qeverinë teknike si zgjidhje për një proces zgjedhor të lirë të ndershëm në Shqipëri, që është edhe një prej kërkesave kryesore të Partisë Demokratike.